Ku xhamati I kësaj xhamie ka vendosur me blen një biznes, çka ka fitime për jashtë biznesit me shku direkt për xhamin. Më dikun ka qenë rreth 6.000 euro. Prej të ardhunave të xhamatlive ka me kriju të ardhuna për me u bë fëmijëve dhe grave më atraktiv për organizimin e aktiviteteve ndryshme. Parafërsisht një herë në muaj organizojmë edhe udhëtime si prizerem, prevall. Me pazarin që buhet në lokal. Ku shkon çaj pazar? Ai pazar në rast se lart qoftë kemi nevojë për një ndihmë në familje, në rast smut, në diçka, ose me ndihmu një studentit për një qira, për shembull, për një diçka, atëherë jemi plotësisht hapur me ofru këtë ndihmë gjithmonë në vendet e caktuara. Përshëndetje mistemidhi, shikues të shqiptar që kret nga unë Arlindi. Sot jena në lagjën Muharrem Fez Prishtinës, jena te xhamia Mesxhidi, ku xhamati I kësaj xhamie ka vendosur me blen një biznes të ofër xhamies që çka ka fitime për jashtë biznesit me shku direkt për xhamin. Po mentori është ai cili kam na kallëzu pak më shumë detaj. Mentor çuçi. Alo. Mirëmëngjes. Si djali I ri. Po që dhe mëshira Zotit të shoh mbi ty dhe mbi familjen tënde. Gjithashtu edhe mbi juve. Jena te xhamia Mesxhidi. Ti je një prej xhamatit. Tregom çish lindi ideja që me marr këtë vendim xhamati që me blen një biznes edhe çka ka përfitime për jashtë biznesit me ardh komplet tek xhamia, në xhamis. Atëherë ideja ka ardhur si fillim që mas pari me pas në një vend si xhamat, me thonë ndryshe një stacion tonin, që të organizojmë takimet, idejat për aktivitetet e ndryshme. Kjo ka qenë pak a shumë momenti kyç ku na kena vendosur me bë këtë iniciativë. Edhe elhamdulillah kena realizu. Tash edhe po punojmë, po mundojmë me rregullu sa më mirë, sa më bukur edhe me I prit mysafirët në mënyrën më të mirë të mundshme. Cilët për xhamatit I lindi ideja më së pari që me blen një biznes, ju diçka tjetër? Ideja ka ardhur pak a shumë prej meje si fillim, po masanej direkt kom hasë në mbështetjen e shokëve xhamatit të vllaznive dhe e kemi shtyr këtë ide përpara. Kjo ide ka qenë diku 2-3 muaj më herët, po elhamdulillah tash e kemi realizuar para 1-2 javë pak a shumë ashtu edhe gjithçka është ecë mirë, gjithçka është në vinë edhe rendin e vet. Kur I kallëzove xhamatit, çka të thanë? E pritën jashtëzakonisht mirë. Ky lokal ka më shërby edhe për xhamatet e xhamive tjera, në përgjithësi që kanë më ardhur me organizu takimet, edhe pak a shumë me pas, siç e tham edhe më herët, një vend ku çdo I ftuam ka me pas një vend tamam duhun për me mujt me I prit mënyrën më të mirë të mundshme. A vazhdon apo të ecë të bëjmë muhabet edhe te lokali, se lokali është domethënë përballë xhamis, sikur s'në tash ne pa dhe lokalin. Komentar. Tregom a ble shtrajt biznesi? Jo, nuk ka qenë fort çmimi shumë I lartë I këtij biznesi, pasi që ky biznes ka qenë edhe më herët, që daton sigurisht 3-4 vjet më përpara. Ne thjesht e kemi marrë si biznes të gatshëm. Kemi filluar me bë disa investime të vogla brenda lokalit, po inshallah ka dalë do tentojmë me bë edhe investime edhe pak më të mëdha edhe pak më kyçe, që ne na mendojmë që e jashojnë këtë pjesën e lokalit gjithashtu edhe ndoshta në tarmën mendojmë pak me rritë edhe hapësirën e terasës sidomos, sepse është një terasë jashtëzakonisht e mirë, e qetë, ku mujnë edhe familjarët edhe gratë edhe gjithë kategoritë. Ka qasje pak a shumë që mujnë me I pa tash edhe në vazhdim, që ka qasje edhe për personat me nevoja të veçanta. Që mundin me ardhë direkt me u kyç këtu me ardhë. Domethënë, mentor, ky është lokali, cilin e ka ble xhamati I xhamis Mesxhidit. Po. Ndesh më kallëzu çmimin sa është ble apo do më lon? Më dikun ka qenë rreth 6.000 euro. Rreth 6.000 euro. Është si biznes, është komplet për iniciativë prej të ardhunave të xhamatlive, do që I kemi grumbulluar këto mjete në mënyrë individuale. Edhe një qëllim tjetër nëse na lejohet me cek në këtë moment. Qëllimi I këtij lokali është edhe për të krijuar të ardhurna, sepse ky Mesxhid, siç e dinë shumica e vllaznive, është, si më thonë, shumë I bereqetshëm. Këtu gjatë gjithë kohës pak a shumë janë 120 fëmijë që mësojnë mësim besim, nga 2 mësueset këtu që organizojnë atë mësim besimin, po ashtu edhe 50-60 gra që organizojnë mësim besimin pra kushtet e njëjta. Kështu që po më mërmenja që ka me kriju të ardhuna, sidomos edhe për me u bë fëmijëve dhe grave më atraktiv për organizimin e aktiviteteve ndryshme, sepse ne parafërsisht një herë në muaj organizojmë edhe udhëtime si prizerem, prevall, I dërgojmë fëmijët atje për aktivitetet ndryshme, që të zhvillojnë lojna, në prizeren shëtitje, mësim rreth qytetit, në prizerenit, historisë qytetit. Ky ka qenë pak a shumë edhe aktiviteti fundit që ka organizuar mësuesja me fëmijët e lagjës. Tregom
me pazarin që buhet në lokal. Ku shkon çaj pazar? Ai pazar kryesisht përdoret vetëm për aktivitete. Vetëm për aktivitete. Ta cekim edhe kjo. Kjo nuk është vakëf i xhamisë drejt për drejt. Po ky është blej, ky lokal, ky biznes vetëm për t'i shfrytzuar ato të ardhuna për këto aktivitete siç e ka më herët. Domethënë për aktivitete të ndryshme dhe jo vetëm për këto. Në rast se lart qoftë kemi nevojë për një ndihmë në familje, në rast smut, në diçka, ose me ndihmu një studentit për një qira, për shembull, për një diçka, atëherë jemi plotësisht hapur me i ofru këtë ndihma gjithmonë në vende të caktuara, në vende ku janë shumë të nevojshme. Okej, domethënë pazari shkon për xhami, Direkt. po edhe për njerëz nevojë, për ata që ka nevojë. Ashtu. Ne ja vlen cekim që ka disa vite që një dy familje i mbështesim me mjete financiare dhe ato pikërisht vinë prej buxhetit personal të cilit xhamatli këtu. Jemi një grup që organizojmë atë, po besoj që me këtë iniciativë që e kemi marrë tash, këto fonde do të fillojmë pak edhe t'i shtojmë për ato dy familje, sepse njëra familje është që një nanë me 4 fëmijë jetim, kurse një rast tjetër është që ka një anëtar familjes me kancer. Ti i ndihmojmë goxha shpesh. Mashallah. Tregom që ata hoxha i xhamisë, imam i xhamisë. Kur e kuptoj që xhamati do bëhet diçka për xhami. Ja, kena ka pështet momentin e parë me njerë. Po ne kështu në parim kush na njeh ne, jemi xhamat shumë aktiv në gjitha drejtimet, si në lagje, si interesojmë shumë me rreth infrastrukturës, rreth pastërtisë të lagjes. Kështu që pa asnjë më dyshje na ka mbështet qysh në momentin e parë. Halal, që domethënë se keni ndërmenas edhe një herë munal? Jo, absolut. Është që atë me zhvillu. Pse jo edhe aktivitete tjera, pse jo ndoshta edhe lokal tjetër nëse ecë mirë, me mendu me e bë diçka më shumë për pjesën e xhamatit edhe për pjesën e aktiviteteve që ndërlidhen me xhamin. Mentorën faleminderit mas pari shumë që ndove kur me mua duke folë që të hupa ku. Allah ju shpërblet juve mas pari për iniciativën. Gjithashtu, falenderojmë. vjen shumë mirë për ato që kom nisë është hera e parë një temë që pënini kësi lloj rasti, ndoshta ka edhe këto raste tjera, po është hera e parë e jeme që pënini këtë rast. Zoti rujt halal i qoftë. Faleminderit Bon Allah shumë. të mola ku. Faleminderit dhe për ju. Shikus në rum kaç kishin për sot edhe herave tjera mirë mbetçe. Ku xhamati i kësaj xhamie ka vendosur me blen një biznes, çka ka fitim me pas këtij biznesit me shku direkt për xhamin. Më dikun ka qenë rreth 6.000 euro. Prej të ardhunave të xhamatlive ka me kriju të ardhuna për me u bë fëmijëve dhe grave më atraktiv për organizimin e aktiviteteve ndryshme. Paraforsisht një herë në muaj organizojmë edhe udhëtime si prizerem, prevall. Me pazarin që buhet në lokal. Ku shkon çaj pazar? Ai pazar në rast se lart qoftë kemi nevojë për një ndihmë në familje, në rast smut, në diçka, ose me ndihmu një studentit për një qira, për shembull, për një diçka, atëherë jemi plotësisht hapur me i ofru këtë ndihma gjithmonë në vende të caktuara. Përshëndetje miqtë e mi dhe ju shikues të shqiptar që krejt nga unë Arlindi. Sot jena në lagjën Muharrem Fez Prishtinës, jena te xhamia Mesgjidi, ku xhamati i kësaj xhamie ka vendosur me blen një biznes të afër xhamisë që